Besim tek aktivitetet e Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit. Në vigjilje të festës së Kurban Bajramit, Muftinia e Gostivarit, ashtu sikurse edhe viteve të kaluara, pranon kurbane të gjalla dhe mjete financiare nga ana e besimtarëve me niyetin për kurban. Për shkak të sëmundjes prezente te kafshët e quajtur gjuha e kaltër, besimtarët që vendosin të dhurojnë në kurbane të gjalla, paraprakisht duhet të pajisen me dokument nga ana e veterinarisë se kafsha e bërë niyet për kurban është në gjendje të mirë shëndetësore. Kronika na njeh me detajet. Në prag të festës së Kurban Bajramit, kohë kjo që karakterizohet me përgatitje të besimtarëve islam për të prerë kurban si një formë për t'u afruar te krijuesi, Bashkia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë, konkretisht Muftinia e Gostivarit, ka marrë përsipër që edhe këtë vit në mënyrë të organizuar të bëjë grumbullimin dhe therrjen e kurbanëve në emër të njetlinjve, ndërkohë që mishi i të njëjtëve do të shfrytëzohet për nevojat e medresesë Isabeu në Shkup dhe përfaqësitë e saj në të gjitha qytetet ku ajo gjen Përfaqësuesi i Muftinisë së Gostivarit, Hoxh Sabahudin Zendeli, njofton se sasia që do të teprojë nga nevojat e nxënësve të medresesë do t'ju dedikohet familjeve me status të rrezikuar social, të cilat kanë nevojë por nuk kanë mundësi për therrje të kurbanit. Ashtu siç e potencuar në mënyrë tradicionale, Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, respektivisht Muftinia e Gostivarit, bën grumbullimin e kurbanëve të gjallë të gjithë ata besimtarë të cilët dëshirojnë që kurbanin e tyre ta dedikojnë për nevojat e nxënësve të medresesë Isabeu, qoftë të konviktit të saj në Shkup, qoftë të konviktit të saj në Shtip, dhe për të gjithë nxënësit të cilët tash në numër mjaft të madh ndjekin procesin edukativ arsimor në medresetë e Isabeut në Shkup dhe në gjitha paralelet në të cilat ajo është e shtrirë. Gjithashtu, Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, ashtu siç ka vepruar edhe vitet e kaluara, më veç këtë ka kthyer në traditë që nga sasia e tepruar e kurbanëve, të cilat teprojnë nga nevojat e nxënësve, nevojat ushqimore të nxënësve të medresesë, ajo bën therrjen e kurbanëve këtu edhe në Gostivar, ku i njëjti kurban nëpërmes këshillave të xhamisë u ndahet të gjithë ata të cilët kanë nevojë apo respektivisht nuk kanë mundësi që të therrin kurban. Kafsha e cila zgjidhet për t'u bërë kurban krahas kushteve të tjera që duhet të plotësojë është edhe ajo se patjetër duhet të jetë shëndosh. Meqense kohëve të fundit alarmuese ka qenë gjendja e sëmundjes së gjuhës së kaltërt, Muftinia e Gostivarit nuk do të pranojë mish të kafshës së therrur për shkak të rrezikut se mos kafsha ka qenë e prekur nga kjo lloj sëmundjeje dhe besimtarët pa patur njohuri ta konsumojnë të njëjtën. Sabahudin Zendeli njofton se të gjitha kafshët që nga Muftinia përzgjidhen për këtë lloj sakrifice, fillimisht kalojnë për kontrollet e veterinerëve të cilët japin vërtetim nëse kafsha është në gjendje të mirë shëndetësore dhe se ai plotson kushtet për konsumim. Këtë vit, për shkak të situatës e cila është paraqitur nga sëmundja e kafshëve, e cila ashtu quajtura gjuha e kaltërt, Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar më në punktin e saj apo në qendrën, në bazën e saj, nuk do të pranoj mish kurbani i cili është therrur nga vetë besimtarët në shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut i cili mos bëhemi ne shkak që të paraqitet një sëmundje, Allahu mos dash, që kafshën të cilën besimtarët e kanë blej për një nijet, për një qëllim shumë të pastër, ajo nesër të bëhet shkaktar për diçka që nuk do të ishim dakord asnjëri nga ne. Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, duke u bazuar në ofertat e tregut aktual, ka vendosur që çmimi për një kurban për këtë vit të kap vlerën 120 euro. Hoxh Sabahudin Zendeli njofton se besimtarët islam që kanë vendosur të presin kurban, paraqitjen mund ta bëjnë tek riaseti Muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Gostivar apo tek këshillat e xhamive të tyre ku ata janë të antarësuar, ndërsa fati i fundit për paraqitje është deri më datë 3 të muajit dhjetor. Ndryshe, kurbani kryhet prej personit të gjallë për veten dhe familjen e tij. Është një lloj sakrifice që bëhet për t'u afruar me Allahun xhaleshanuhu. Por veprën e kurbanit na mëson edhe tradita e profetit Ibrahim, i cili u desh që të sakrifikonte në emër të Allahut djalin e tij Ismailin. Por se kjo është vepër që kryhet vetëm në emër të Allahut, flet edhe ajeti, thuaj: namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve.